Isuf Bislimi, 48 vjeçar, vdiq pasi që dyshohet se u zu nga dera e kamionit, derisa ishte duke punuar në kompaninë Doni Frut në Shtime. Të mërkurën e 15 prillit, ditën kur ndodhi rasti, policia e Kosovës arrestoi menaxherin e kompanisë, i cili me urdhër të prokurorit u dërgua në mbajtje. Sipas raportit të policisë, rasti u hap si asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës. Është raportuar se viktima mashkull kosovar ishte dërguar në emergjencën e Ferizajt për trajtim mjekësor pasi që i njëjti dyshohet se derisa ka qenë duke punuar në një kompani kishte pësuar lëndime të rënda trupore dhe nga mjeku është konstatuar vdekja e tij. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin. Lidhur me rastin, një person mashkull kosovar me vendim të prokurorit është arrestuar dhe dërguar në mbajtje për 48 orë, kurse trupi i jetë është dërguar në IML për obduksion. Ky rast e çoi në 8 numrin e vdekjeve në vendin e punës, që nga fillimi i vitit 2026. Vetëm 2 ditë para këtij rasti, të hënën e 13 prillit, një 59 vjeçar humbi jetën në vendin e punës në Ferizaj, pasi që dyshohet se ra nga kati i 6 i objektit në të cilin po punonte. Po atë ditë, Ministria e Punës nxori vendim për nisjen e një aksioni të jashtëzakonshëm kombëtar të inspektimeve. Çdo kompani që nuk garanton kushte bazike të sigurisë, do të ketë ndalim të menjëhershëm të punimeve, do të ndëshkohet sipas ligjit dhe nuk do të lejohet të vazhdojë punën derisa të plotësojë standardet. Sipas këtij vendimi, aksioni do të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës për një periudhë 15 ditore me fokus të veçantë në kantierët ndërtimore dhe aktivitetet me rrezik të lartë. Gjatë 2025, sipas sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, në vendin e punës humbën jetën 32 punëtorë, ndërsa u lënduan rreth 2000 të tjerë. Ndërka që nga Inspektorati Qendror i Punës raportojnë shifra të tjera. Sipas përgjigjeve të inspektoratit, në vitin 2025 janë evidentuar 629 aksidente në vendin e punës, prej tyre 19 me fatalitet.